A erdhe o muzak, të pata thënë që të rueshi. Ke 3 motra për të martuar dhe i vetëmi mashkull në shtëpi. Do të qojë në stanet, nuk të marrë në luftë. Kapedan, mos më thuaj atë fjalë. 3 bura ka prerë shpata turkut nga shtëpia jonë. Dhe pardje Bimbashi bëri llaktarën që s'do të na shitet nga mand. Le të mbeten edhe 3 motrat e mia pa martuar. Po që se unë duhet të vdes me trimat. I më të qonë të falura dhe ta bën halal jetën time. Të falura pas të nëna jote kapetanesh. Doja më parë të linte një mashkull ndër ju, pastaj të të merr janë qetë. Kapedan, kështu mund të flasësh po të mendosh se do ta humbësh luftën. Po ti ja ke menduar ndonjëherë se unë mund të humbas luftën? Jo, kapedan, kur? Po të mendosh kështu nuk lufton dot. Kush lufton për më dhe unë, mendojnë gjithmonë se do të fitoj. Shumë mirë the, sepse jeta e shqiptarit gjithmonë ka peshuar nga liria ose nga vdekje. Me djem të tillë nuk vdes kurrë më dhe o kapedan. Merre djalin qetë. Aferim të qoftë mëre djalë. Më preke me ato fjalë trimash që the.